Dje në 9 maj, në ditën e Europës, Shqipëria e gjeti veten më pranë se kur Bashkimit Evropian. Për herë të parë, pas shumë dekadash, rruga drejt Bashkimit Evropian nuk duket më si një horizont i largët, por si një maj tani më e kapshme me sy dhe e arritshme në kohën që kemi në dispozicion. Negociatat kanë avancuar me ritëm, kapitujt janë hapur në kohë rekord, marrëdhënia me Bashkimin Evropian ndërtohet ditë pas dite me rezultate konkrete dhe tani më Komisioni Evropian dhe vendet anëtare përmes ambasadorëve të tyre janë në një fazë kyçe të procesit ku diskutojnë raportin e komisionit, i cili nënvizon se Shqipëria i ka plotësuar të gjitha detyrat e shtëpisë dhe është e gatshme të hyjë në fazën e mbylljes kapitujve duke kaluar përmes piketave të ndërmjetme. Dhe e gjitha kjo nuk ka ardhur rastësisht, ka ardhur me punë, ka ardhur me rezultate, ka ardhur nga një proces transformues që vazhdon në çdo sektor. Reforma në drejtësi, transformimi i administratës, digitalizimi i shërbimeve, modernizimi i ekonomisë, investimet dhe transformimet në energji, infrastrukturë, standardet reja në sektor strategjik nuk janë pjesë shkëputura dhe asnjë listë fjalësh pas të cilave ka pak përmbajtje, por janë hallkat e një zinxhiri gjithnjë e më solid të ndërtimit të shtetit evropian të shqiptarëve. Prandaj 9 maj nuk është për ne vetëm festa e Europës, por është edhe momenti kur marrim frymë me një ndjenjë legjitime krenarie dhe ecim përpara për të arritur majën që tani më është e arritshme me thjesht dhe vetëm angazhim dhe vullnet.